Jemi përsëri bashkë në orën e 2 të programit. Mirë se erdhët edhe një herë tjetër këtu në Shi Shtëpie për të vijuar me tematikat që ju prezantova që në hyrje. Së pari jemi me këshillat e Teutës. Teuta Maçi është me ne, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej. Faleminderit shumë që je këtu. Sara Zekaj është me ne. Faleminderit shumë Sara. Faleminderit për ftesën. Figurë e njohur së fundmi veçanërisht nga politika, po ne nuk do të ndalemi sot në politikë, do ndalemi totalisht në dimension tjetër me Sara. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Agita, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Katja. Si dukej horoskopi me Krisantin sot me 2-3 fjalë apo? Dinamik ishte. Kjo java ishte dinamike, po sot besoj që do na ndihmoj shumë edhe Sara, sepse më tha që është shumë më informuar sa i përket horoskopit. Perfekt. Dhe kishte një kombinim shenja shumë interesant. Të paktën di që je binjakët me ascendent gafore, këtë e kam. Po, dhe hënën në dem. Dhe hënën në dem, kështu që jam një miksimi të trejave, tre elementve. Perfekt. Di që mendoj se më ndihmon shumë me marrëdhënien që kam me njerëzit, se Sigurisht. ndërtoj marrëdhënie të mira, kam Përshtatesh shumë me të shoqëri, gjithë. përshtatem me të gjithë. Perfekt. Vetëm pas pak do t'jemi me horoskop, ndërkohë, siç tham, kemi këshillat e Teutës. Teuta ka qenë në një fluks punet pa parë, po më thoshte, mezi e kemi marrë sot që të bëjmë temën se ka pasur prurje griprash, virozash së fundmi? Jo, griprash jo, virozash po. Se gripi, unë e them gjithmonë, dhe pacientëve tanë, është gjendja që shkaktohet nga virusi i influencës. Dhe pavarësisht se ne çdo gjë e quajmë grip, në fakt gripi është specifikisht për një sëmundje që shkaktohet nga një virus. Gjendjet e tjera të rrufës, të gjendjeve virale me sekrecione në hund, me pakoll, koll të thatë përgjithsisht, shkaktohen nga viruse të ndryshme. Dhe tani në këto momente mbizotron Covidi. Pastaj në periudhë më të vonshme vjen influenca në zonën tonë dhe për atë ne vaksinohemi. Kështu që tham ta nisim sot ditën me këshillën për të vaksinuar të gjithë personat që janë më të ndjeshëm ndaj këtij virusi dhe që mund të sëmuren më shumë. Si mund të ndahet në kategorizim, pra kujt do t'ja këshilloje që janë të ndjeshëm, flas? Tani, këshilla për të bërë vaksinën e gripit gjithmonë për personat 65 vjeç e sipër, sepse presupozohet të kenë një sistem imunitar më të rënë, më të dobët dhe duhet të mbrohen, dhe gjithashtu personat që janë më të rinj se 65 vjeç, por që kanë një sëmundje sekondare, që do të thotë që mund të kenë diabet, mund të kenë sëmundje të zemrës, mund të kenë sëmundje të mushkërisë, si astma, ose mund të kenë kaluar për shembull kancer, mund të jenë trajtuar me kimioterapi apo me barna që ulin, që dobësojnë sistemin imunitar. Të gjithë këta persona, pavarësisht moshës, duhet të bëjnë vaksinën e gripit. Këshilla është që të vaksinohen. Këtu përfshihen dhe fëmijët e vegjël. Ndërkohë që të gjithë personat të cilët janë të shëndetshëm, sigurisht mund të mos e bëjnë këtë vaksinë. Vaksina nuk është e detyruar, është e këshilluar të bëhet për grupet të caktuara të shoqërisë. Dhe përgjithsisht dhe mësuesit, edhe personeli mjekësor këshillohet të vaksinohet, sepse duke qenë sigurisht në kontakt me pacientë të vazhdueshëm, presupozohet që janë më të prekur, më të rrezikuar, më shpejt, me njerëz të. Tani, kur duhet bërë kjo vaksinë? Vaksina ka dalë, është si në poliklinikat e shtetit, pra mund të merret tek mjeku i familjes, ashtu edhe në farmacit ku mund të blehet në mënyrë private. Kjo vaksinë është mirë të bëhet në periudhën tetor-nëntor, sepse kulmin gripi në vendin tonë e arrin në periudhën janar-shkurt. Dhe meqense vaksina do diku te 2 javë që t'japi efektin e vet maksimal mbrojtës në trup, këshilla është që të fillohet vaksinimi tani në këtë periudhë në tetor dhe maksimumi në nëntor, në mënyrë që pacientët jenë të mbrojtur, personat jenë të mbrojtur në momentin kur fillon dhe gripi shfaqet në masë. Dhe sa të mbron? Sa përqind të zë fare, apo mund të zërë po të kalosh më lehtë? Kjo është një pyetje shumë e vënd. Paraprakisht ne nuk e dim se sa të mbron, sepse vaksina bëhet në bazë të një, le të themi, përshtatje të atij virusi që mendohet se do të qarkulloj në këtë sezon, kështu që të paktën thuhet që do të mbrojë, do të ta bëjë më të lehtë sëmundjen. Pra, nëse të mbron plotësisht varet edhe nga sistemi imunitar i personit, por gjithsesi mendohet që gjendja gripale do të kalojë më lehtë dhe pa komplikacione. Kështu që po me siguri nuk mund t'ju a themi. Bukur. Këto janë këshillat sa i përket vaksinës së gripit për të gjithë ata që po na dëgjojnë, meqense është momenti për të vepruar. Vijojmë tani me atë çfarë kemi rezervuar të diskutojmë për ditën e sotme, ngërçet. Çfarë janë ngërçet? Ngërçet janë
shumë të bezditshme, janë të dhimbshme dhe janë të mërzitshme si thua për pacientin, sepse nuk di se kur do t'i zërë dhe si të reagojnë në këto momente. Ngërçet në fakt janë të kurje, të muskulit dhe të kurje të menjëhershme, të pavullnetshme, të muskujve, zakonisht të këmbëve, përgjithsisht të pulpës ose të kofshës, dhe vinë në një moment të papritur, përgjithsisht natën ose pas një lodhje të madhe fizike, pas një dehidratimi, pas një gjendje ku personi mund të ketë patur aktivitet fizik të shtuar, por siç thash edhe në gjumë, kështu që janë në momente të ndryshme të ditës, janë të dhimbshme dhe të bezdisshme. Realisht po, në gjumë mua më ka ndodhur zakonisht dhe kam përshtypjen është aktiviteti fizik një nga faktorët kryesor, meqense renditëm e të kur jam lodhur shumë tema. Po, që ke ecur shumë. Si çdo gjë që na ndodh në trup, në fakt edhe ngërçet janë një sinjal për të thënë që diçka në trupin tënd nuk shkon. Në përgjithësi janë të pafajshme dhe nuk kanë përgjithsisht vinë nga lodhja ose nga dehidratimi, por ka raste kur ngërçet janë shenjë e një sëmundje më të rëndësishme, që do më shumë vëmendje për të trajtuar nga mjekët specialistë. Kur ndodhin shpesh? Kur ndodhin shpesh, kur ndodhin për një kohë të gjatë dhe kur shoqërohen dhe me dhimbje të tjera muskulare, pirje, pra duhet parë pak, në qoftë se ngërçit të zë në një moment ku ti e pret sepse ke bërë një aktivitet fizik, nuk ke pirë shumë ujë, ka qenë shumë vap, atëherë do të themi që kjo është diçka normale dhe sigurisht kur është kalimtare. Por në qoftë se ngërçet zgjasin për një kohë të gjatë, kthehen në mënyrë të shpeshtë dhe shoqërohen dhe me gjendje të tjera, simptomat të tjera, siç janë pirjet, dhimbje të forta, ngërçi mund të ketë dhimbje të fortë, por është një dhimbje që kalon, ndërkohë që dhimbje që mbetet në një zonë të muskulit. Se në përgjithësi ajo zgjat në pak sekonda, po themi, nuk është një dhimbje pak minuta, po kur kjo gjë bëhet me zgjatur, atëherë duhet të mendojmë që kemi diçka tjetër të cilët duhet ta trajtojmë me mjekun specialist. Dhe kur të kap në det, të kap paniku bashkë me ngërçin. Dhe kur të zë në det, të kap paniku bashkë me ngërçin. Po, këshilla kryesore për personat që i zë ngërçi shpesh është që të pinë shumë lëngje, të qëndrojnë shumë të hidratuar dhe të pinë lëngje me elektrolite, sepse disbalanca elektroliteve, natrium, kalium, magnezium, përgjithsisht dhe kalcium, bën që të krijohet të shfaqen më shpesh ngërçet. Kështu që është shumë e këshillueshme për personat që sidomos dhe i zë dhe panikun, të pinë sasi të lartë të mëdha të lëngjeve, deri në 8 gota ujë në ditë, disa prej tyre të shoqëruara me kripra minerale. Kjo parandalon një pjesë të problemit. Gjithashtu këshillohet edhe vitamina D të jetë në gjendje optimale, pra të jetë në nivele optimale, ne kemi thënë shpesh herë 50, 60, 70 duhet jetë vlera e vitaminës D, shumë persona me zor arrin të kapin vlerën 30, dhe po ashtu marrja e vitaminave B kompleks nga mjekët këshillohet sepse presupozon të ndihmoj pak në dhimbjen e ngërçeve. Kështu që është e rëndësishme që pacienti ose individi, se s'është të thënë të jetë pacienti sëmur me sëmundje tjetër, të jetë i mirë hidratuar, po ashtu i shplodhur dhe i mirë ushqyer, se një nga arsyet pse zë ngërçi është sepse energjia në trup bie dhe nuk ka fuqi muskuli, është një proces shumë i mirë biologjik që mund të përshkruhet, mund të sqarohet, por që është e tepërt për emisionin, në momentin që nuk ka energji mjaftueshëm në organizëm, muskuli nuk arrin të japi sinjalet çliruese, sepse duhet të dimë që kemi të bëjmë me një sinjal kontraktues të muskulit dhe duhet dhe një sinjal tjetër që është çlirues, relaksues i muskulit. Kur nuk ka energji mjaftueshëm në organizëm, ky sinjal nuk arrin të jepet dhe për këtë arsye muskuli nuk arrin të relaksohet. Kështu që jo vetëm duhet jemi të mirë hidratuar, por duhet jemi dhe të shplodhur dhe të mirë ushqyer. Sigurisht të mirë ushqyer kemi parasysh ushqimin sa më të larmishëm. Ka kategori, le themi, individ të cilët janë më të prekur për t'i zënë ngërçet? Përveç sportistëve mendoj që... Po, sportistët janë sigurisht të parët, po ashtu janë personat që janë në moshë më të madhe për dy arsye, për një arsye sepse tendinat, të cilat janë ato struktura që lidhin muskulin me kockën, fillojnë të shkurtohen me kalimin e viteve, dhe këto bëjnë që në moshat e mëdha ngërçet të zënë më shpesh, po ashtu dhe gratë shtatzanë si pasojë ndryshimeve të trupit, qoftë të peshës, qoftë të lëngjeve, kështu që të disbalancës. Kështu që këta persona janë shumë të prirur për të bërë ngërçet të shpeshta. Moshat e mëdha edhe gratë shtatzanë përveç sportistëve sigurisht, moshat e mëdha dhe për një arsye tjetër, sepse qarkullimi i gjakut vjen nuk është aq i mirë sa që është në rini sigurisht, lëvizja fillon edhe bie, kështu që këta persona janë më të prirur për të bërë ngërçe. Po ashtu persona që qëndrojnë gjatë ulur në një pozicion dhe si pasojë nuk kanë qarkullim të mirë të
gjakut, sepse mungesa e mirë qarkullimit të gjakut shkakton gjithashtu në ngërçe të shtuara. Kështu që është shumë e këshillueshme që të lëvizet, nëse do të qëndrosh në orë të tëra pas kompjuterit, duhet të bësh atë rutinën që çdo 20 minuta apo çdo orë të lëvizësh në mënyrë që trupi të ketë mundësi të, si thua, të pushojë edhe të marrë muskujt të kenë mundësi të shkojnë në vend. Në gjendjen e tyre. Dhe sigurisht më e rëndësishme, ajo që kemi thënë gjithmonë, është aktiviteti fizik i moderuar për të gjithë, për të mbajtur masën muskulare, qarkullimin e gjakut, gjithçka në optimum. Pra hidratimi, ushqyerja, lëvizja, aktiviteti fizik, të gjitha këto ishin disa nga kriprat minerale, ndjes ishin një nga grupi i këshillave që na dha Teuta, po a ka ndonjë formë trajtimi që do doje të ndaje edhe në kushte shtëpie, nëse ka një mënyrë që do ta këshillonim edhe për momentin që ndodh? Për shembull, në dijenin time, masazhimi i atij muskuli është një nga format. Në momentin që ndodh shtriqja e muskulit, sepse shtriqja jep sinjalin çlirues të muskulaturës, kështu që shtriqja e muskulit është gjëja kryesore që duhet bëj personi. Sigurisht. Nuk e lëviz dot. Jo, është shtriqet këmba. Shtriqet kryesore, ajo që këshillohet, sidomos për muskulin në pulp, në ngërçin që jep në pulp, është të qëndroj, ne tani kemi veshur taka, po duhet të qëndroj në këmbë me thembrën në shesh, në mënyrë që ky muskuli këtu të fillojë dhe të zgjatet, dhe pastaj do të bëj masazhe në drejtim të muskulit. Mund t'i vendosi qoftë pak të ngrohtë, në mënyrë që muskuli të fillojë të çlirohet, ose nëse dhimbja vazhdon, mund të vendosë edhe pak akull për të qetësuar dhimbjen. Kështu që gjëja kryesore është praktikisht kur të zë ngërçi i muskulit të pulpës, duhet të vendosësh thembrën Presioni me thembrën në tokë dhe të qëndrosh drejt dhe të zgjasësh gjurin, pra të zgjasësh të gjithë këmbën, kurse kur të zë ngërçi i kofshës, praktikisht duhet të marrësh thembrën, ta sjellësh në pjesën e pasme të trupit, në mënyrë që të zgjasësh muskulin i cili është praktikisht i kontraktuar. Këto janë këshillat që jepen. Bukur. Kjo ishte pak a shumë në vija të përgjithshme se çfarë do të donim të ndanim për ju sa i përket ngërçit, çfarë është, cilët janë individët që preken dhe si mund ta trajtojnë. E rëndësishme është që nëse është diçka e shpeshtë, shqetësuese, që zgjat në kohë ajo dhimbje, të drejtoheni tek mjeku. Pra kjo është një lloj diferencë sa i përket të rëndesës që mund të shkaktoj ngërçi. Teuta, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Shkurt, qartë dhe sakt, këshillat nga Teuta, ndërkohë bashkë shkojmë në publicitet, kur të kthehemi do të jemi me Krisanti Kalojerin për horoskop së bashku me Sarën.